premtimi për rritjen e pensioneve është të gjitha programet e partive politike, por ndryshe nga ajo që është shkruar në letër, apo që përsëritet në prag të zgjedhjeve si një premtim për të marrë vota, pyetja kryesore është: a duhen besuar dhe nëse po, cilin prej tyre duhet të besojmë? Janë 590.000 shqiptarë që kanë statusin e pensionistit dhe që marrin pension nga shteti, një numër jo i vogël ky sa i takon kontingjentit të votave. Sipas Institutit të Statistikave, pensioni mesatar për 503.000 pensionistë në qytet gjatë vitit 2024 ishte 18.341 lek në muaj, ndërsa për 87.000 pensionistë të fshatit 11.051 lek. Nëse do të llogarisim pensionin mesatar në qytet bashkë me të fshatit, pensioni mesatar mujor arrin në vlerën 15.000 lek. Mesatarisht, sot një pensionist duhet të jetojë me 500 lek në ditë, ku nëse llogarisim me metodologjinë e Bankës Botërore, që e kategorizon të varfër një individ që jeton me më pak se $6.85 në ditë, shumica e pensionistëve do të klasifikoheshin të tillë. Ndaj, nëse partitë politike premtojnë mirëqenie apo qoftë edhe mbijetesë për këtë kategori, apo bëjnë gabim dhe a rrezikohet hapja e një grope të madhe financiare, siç lajmëroi disa muaj më parë edhe vetë kryeministri? Ndryshe nga pagat, cilat financohen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, pensioni financohet nga sigurimet shoqërore. Ne vazhdojmë të kemi një problem serioz me shmangjen e detyrimeve shoqërore e sigurimeve shoqërore nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Që të flasësh për rritje pensionesh, do të marrësh parasysh të gjithë këta faktorë. Nuk është diçka që mund ta bësh duke u nisur nga thjesht dëshira, apo që mund ta bësh duke u nisur nga interesi politik i një momenti caktuar. Sepse nëse e bën, atëherë ajo që bën është thjesht që hap një grop në hapat e mëtejshëm, që është një grop edhe më e rrezikshme se gropa që hapën piramidët. Faktikisht falimenton shtetin komplet. Por duket se kjo analizë rezultoi e pabesueshme. Ndaj, menjëherë pas shpalljes së planit të opozitës për të bërë pensionin minimal 200 euro, edhe kryeministri doli me të njëjtin premtim. Garantoj çdo pensionist se do bëjmë çdo përpjekje që të vendoset minimumi jetik me të cilin çdo i moshuar, qoftë ai që nuk ka punuar dot një ditë të vetme në shtet apo s'ka paguar sigurime, do të ketë një pension bazë sa minimumi jetik 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë mbi këtë bazë do kenë një rritje 20% të pensioneve. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Të premtosh të nxjerrësh nga varfëria kategorinë më në nevojë të shoqërisë, pensionistët, jo vetëm që nuk është e gabuar, madje duhet përgëzuar. Pak rëndësi ka nëse kopjon fjalë për fjalë programin e rivalit politik, por bazuar në politikat buxhetore të dekadës së fundit që e ka harruar këtë shtres. Ky duket thjesht një premtim për efekte elektorale. Dhe këtë do t'u argumentojmë.